ushtarak perëndimor do të diskutojnë për dislokimin e mundshëm të trupave në Ukrainë, të cilët do të monitorojnë një armë pushim të mundshëm në konfliktin me Rusinë, do të ishin pjesë e strukturës së re të sigurisë në vend, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në videoadresimin e tij të përnatshëm të martën. Kjo është pika jonë fillestare. Ushtria ukrainase duhet të jetë mjaftueshëm e fortë, mbi këtë bazë duhet të ndërtohet e tërë arkitektura e sigurisë, është shprehur Zelensky me 1 prill. Brenda pak ditësh të premten, me 4 prill, do të mbahet një takim me përfaqësues të shteteve partnere. Do të jenë përfaqësues ushtarak, ka pohuar presidenti i Ukrainës Zelensky, i cili u takua të martën në Kiev me ministrën e jashtme të Gjermanisë Annalena Baerbock dhe tha se një rreth i ngushtë vendesh është i gatshëm të dërgojë kontingjente. Udhëheqësi i Ukrainës tha po ashtu në një konferencë të përbashkët për mediat me Baerbock se po pret një përgjigje më konkrete nga aleatët rreth gatishmërisë së tyre për të marrë pjesë në dërgimin e trupave. Franca dhe Britania e Madhe kanë shprehur gatishmërinë për të dërguar trupa e një ashtu quajtur koalicion të vullnetit për të monitoruar një armë pushim të mundshëm, por Rusia ka kundërshtuar ashpër çfarëdo lloj dislokimi të trupave të huaja në Ukrainë. Në videoadresimin e tij, Zelensky tha se Ukraina tashmë ka ndarë me partnerët e saj amerikanë të gjitha informatat e nevojshme në lidhje me shkeljet që po bën Rusia, ndërkohë që pritet që koalicioni i vullnetit i udhëhequr nga ana e Francës dhe e Britanisë së Madhe të mblidhet në një format të ministrave të mbrojtjes në Bruksel.